përjashtohet një bashkëpunim me LDK-n, se bartëse e listës është Vjosa Osmani, e cila para disa muajsh e hodhi një hap që ishte në shesh për të ju bashkuar protestës për katërshën e madhe. Shiko, Vjosa Osmani ajo se ka fshirë, e don pozitën e presidentit. Marrëveshjet politike në Kosovë janë bërë gjithmonë pa problem për ashtu këtë radhë që nuk arritën me bërë një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit, e aq më shumë për të kriju një qeverisje më të besueshme, një koalicion qeverisës më të besueshëm për qytetarët, por edhe për ndërkombëtarët. Ndërsa sa i përket mundësisë për të hyrë në koalicion të Partisë Demokratike të Kosovës, ne asnjëherë s'kemi pas vijat kuqe. Koalicionet bëhen jo për tendera, po koalicionet duhet bëhen për programe, për zbatimin e programit përbashkët të qeverisë. Mendoj që kur të përfundojnë zgjedhjet, me siguri që do të fillojnë negociatat kushdo që del partia parë, por nuk përjashtohet mundësia që edhe në përfundim të zgjedhjeve vetëvendosje me met në opozitë, gjë që numerikisht mund të ndikoj negativisht dhe të pengoj në qoftë se nuk rregullohet ky neni që po them unë, ai vendimi i gjykatës kushtetuese që ta çoj prap vendin në zgjedhjet të reja. Të njëjtën fuqi e mundësi e kanë edhe këto partitë që kanë qenë deri tash në opozitë. Tani unë mendoj që qytetarët janë të lidhur edhe për votave, nuk kanë asnjë arsye pse po votojnë, nuk ndryshon kur gjë nga programet që kanë qenë në zgjedhjet e kaluara, por do t'i përsërisim zgjedhjet dhe të shohim se si do të votojnë. Shpresoj që e kanë kuptuar drejt situatën që e kemi. Zoti Alidi ju thatë që nuk ka vijat kuqe PDK-ja për koalicionit pas zgjedhjeve, por si ka mundësi që ne s'kemi pas vijat kuqe asnjëherë, ne kemi pas që vetëm me vetëvendosje nuk kemi qeverisë. Nësa me parti tjera, me gjithë kemi qenë në koalicion her pas here. Por si ka mundësi që i vendoset vijat kuqe për ta thënë më thjesht, për njeriu tuaj që Fatmir Limaj mos ishte një pjesë e PDK-s. Nuk besoj që PDK-ja ka luksin që humb ato vota që ndoshta mund të arrisin akoma më shumë. Është çështje tjetër kjo, është pak më shumë se kjo që po e thoni ju, por ka pas një vullnet me pranu Fatmirin, ka pas edhe kundërshtar që janë deklaruar, është vendimi i kryesisë dhe unë s'kisha me shku me tutje, sepse këtu është zhvillu pothuajse një farë sondazhi se a je me ardhë Fatmiri a nuk je. Varianti i Mosadës së Fatmirit mas mire dinaj pse nuk është pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Për të futur dhe unë të kaj sondazhi, ju keni qenë që të ishte apo jo? Shiko, unë e kam shok Fatmirin, unë nda ka lidhë shumë dhe lufta dhe para lufta. Nuk mund të deklarohem për çka jam, sepse ka një vendim të kryesisë, por ashtu si që tha edhe kryetari i partisë, ndoshta në zgjedhjet e ardhshme mund të krijohet një mundësi që të bashkohemi. Ajo që unë nuk e pranoj, nuk duket e pa kuptim dhe jo ferm, është që të futesh në listë me një grup nga partia jote dhe ligji është i tillë që mundet me kriju problem dhe tronditje në partinë, në qoftë se kandidati, këtë rast zoti Limaj, mas zgjedhjeve do të del
nga koalicioni për shkak mos fajtimeve ose për shkak të pakënaqësive ose të ndonjë oferte tjetër. Por kjo është një diçka që e kemi kalu ose e ka kalu AAK-ja në zgjedhjet e kaluara me Fatmirin. Problemi tjetër është që Fatmiri ka qenë nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ka qenë ministër në duket 2 legjislatura ka qenë ministër, dhe përplasjet që i ka pas me udhëheqjen e partisë, ai din më mirë, kështu që unë s'jam i informuar të drejtën e tonë, dhe në parti nuk me ka pyet kush a të vjen Fatmiri a mos të vjen. Përderisa kam këtë pozicion, këto raporte, atëherë nuk është mirë me u pozicionu unë sot post festum. Nëse do të kishim mbledhjen e Këshillit Drejtues për ta diskutuar këtë çështje, me siguri që kisha folë në Këshillin Drejtues.